Të moshuarit e qendrës Besa në Barbullush të Bashkisë Vaudesit do të kenë së shpejti një mjedis bashkëkohor dhe dinjitoz jetese. Këshilli i Qarkut Shkodër në bashkëpunim me Bashkinë e Vaudesit do të kryejë këtë investim të domosdoshëm për të kthyer në parametra optimal këtë qendër. Kryetarët Edmond Dou dhe Kristian Shkreli me stafet e tyre pan nga afër gjendjen e këtij institucioni, ku njohen me problematika që ka sa i përket lagështirës dhe ofrimit të shërbimeve për moshën e tretë. Ky është një investim i cili ndikon drejti në pjesën jetësore, në rritjen e cilësisë së jetës së banorëve të kësaj qendre, ku është një investim jo thjesht në një godinë rezidenciale, por është një investim në dinjitetin dhe respektin që secili prej nesh duhet të kemi ndaj moshës së tretë e kryesisht gjyqërve tanë. Kam një falënderim të veçantë për gjithë stafin e kësaj qendre, sepse sa herë që vim këtu gjem një ngrohtësi, një shërbim dhe një përkujdesje të jashtëzakonshme në çdo të kësaj qendre, gjithashtu për bashkëpunimin mjaft të mirë të Këshillit të Qarkut dhe Bashkisë Vaudes dhe kryetarit Shkreli për gatishmëri në bashkëpunime të tilla, sepse kjo është një qendër e dytë rezidenciale në Bashkinë e Vaudesit, mbas asaj të vëllezërve Nën Tereza në Boshat, ku po kryejmë. Ky është një shërbim me infrastrukturë, ndërsa atje kemi kryer disa shërbime për sa i përket personelit dhe infrastrukturës materiale. Bashkëpunimi ndërinstitucional do vazhdojë edhe për qendrat e tjera rezidenciale, jo vetëm me Bashkinë e Vaudesit, por edhe me bashkitë e tjera të Qarkut të Shkodër. Duhet falenderoj kryetarin e Qarkut për bashkëpunimin. Ky nuk është bashkëpunimi vetëm që kena bërë me kryetarin e Qarkut, kemi bërë disa investime tjera. Faktikisht Azilia ka pas shumë të nevojshme rekonstruksionin, sepse është në një gjendje jo të mirë, dhe dua të falenderoj për bashkëpunimin dhe për gatishmërinë, të cilin ne e kemi pas gjithmonë me kryetarin e Qarkut, dhe shpresojmë që t'ja u lehtësojmë jetën sa më shumë gjyshërve që kemi në këtë azil. Punimet pritet të përmbyllen brenda pak muajsh dhe kjo shtëpi të moshuarish të kthehet në një qendër model për trajtimin e moshës së tretë, ku aktualisht marrin shërbim 20 persona.